Ka nisur këtë të mërkur në Bruksel ministeriali dytitor i NATO-s me praninë e ministrave të mbrojtjes së vendeve anëtare dhe partnere, ku në qendër të vëmendjes do të jetë sfida e sigurisë në Siri, lufta kundër ISIS si dhe marrëdhëniet e acaruara me Rusinë. Një ditë përpara samitit dytitor, sekretari i përgjithshëm i Aleancës, Jens Stoltenberg, kërkoi angazhim me shtesë me trupa dhe logjistikë ushtarake nga vendet aleate. Sipas tij, angazhimet duhet të jenë një shenjë qartë mbështetje për lidhjet e forta mes anëtarëve të Aleancës. Gjatë takimit dytitor, ku merr pjesë edhe ministri i mbrojtjes Mimi Kodheli, NATO do të nxjisë vendet aleate për të kontribuar në praninë më të madhe ushtarake pranë kufive rus, që prej luftës së ftohtë, teksa NATO përgatitet për një mosmarrëveshje të zgjatur në kohë me Moskën. Duke parë aeroplanmbajtësen ruse të drejtohet për në Siri në shenjë force përgjatë brigjive të Europës, ministrat e mbrojtjes së Aleancës synojnë të përmbushin premtimin e korrikut nga udhëheqësit e NATO-s për të dërguar forca në shtetet baltike dhe Poloninë lindore, duke nisur nga fillimi i vitit të ardhshëm.